Pikërisht ditët e muajit prill 2016, kur është finalizuar operacioni për goditjen e grupit kriminal të Klement Balilit, ky i fundit ka qenë më aktiv në biseda telefonike me anëtarët e rrjetit të tij, që trafikonte drogë nga Shqipëria deri në Belgjik dhe jo vetëm. Teksa Klement Balili në atë periudhë drejtori i transportit në Sarand ka mësuar për arrestimin e kurrierëve të tij dhe bllokimin e gati 600 kg drogë brenda një skafi që ishte nisur nga Saranda. Fillon të komunikojë në telefon për të mësuar diçka më shumë se çfarë kishte ndodhur. Balili ka qenë në përgjigjem telefonik nga Prokuroria e Krimeve të Rënda të Athinës, por pavarësisht kësaj ka vijuar biseda telefonike deri më 8 maj, dhe pas kësaj bisede çdo kontakt i tij është mbyllur, duke mos u aktivizuar ende edhe sot. Në një bisedë të përgjuar, Balili porosit anëtarët e grupit të tij, shtetasin Dalanaj, duke i pohuar që të ishte i kujdesshëm, pasi mund të ndiqej nga policia. Balili e udhëzon që të ecë rrugës dhe të kthejë ndonjëherë kokën nga pas për t'i paraprirë ndonjë ndjekje të mundshme. Report TV ka siguruar një bisedë të kryer me Skelit, siç etiketohet Klement Balile, dhe peshkatarit Petro Dalanaj të kryer në maj të 2016 pas mesnate. Ku je? Tani dua 10 minuta të shkoj tek koka, po ikja avash avash. Nuk e di, kanë parë një makinë që u nis nga Thans, nga drejtimi i Thans, jepi pa gaz. Kush u nis? Nuk e di, u nis nga Saranda. Mirë. Jepi gaz dhe shikon nga pas. Mos të ka kapur ajo. E kuptova, mos më kanë parë mua apo jo? Nuk e di kush ka informacione nga toka. Mirë. Nga dokumentacioni i prokurorisë kuptohet se anëtarët e këtij grupi që trafikonte drogë, thuajse në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, komunikonin në telefon vetëm pas orës 23 të natës.